Shoqata Bamirëse Bereqeti, cila funksionon në kuadër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, këtë fillim jave ka vazhduar aktivitetet gjatë muajit të Ramazanit. Këtë të hënë, në Prizren janë shpërndar 250 pako ushqimore për 250 familje në nevojë, fal bashkëpunimit të shoqatës Bereqeti dhe drejtorisë vakëfëve nga Turqia dhe organizatës DITIB nga Gjermania. Sipas koordinatorit të shoqatës Bereqeti, Kurtish Hoxhaj, nga këto ndihma kanë përfituar 250 familje, kryesisht jetimët dhe personat me probleme shëndetësore që jetojnë në kushte të vështira ekonomike, si dhe një pjesë e familjeve skamnore nga komuniteti Rae në Prizren. Po, këta pako janë nga Dijaneti turk, do thotë të cilët vazhdimisht na mbështetin me pako të ndryshme, dhe janë 250 pako, sot do të përfitojnë 250 familje në nevojë. Përzgjedhja ka shkuar në këtë radhë, nga shoqata Bereqeti janë përzgjedhur familje që janë me jetim, pastaj ato me kushte të rënda ekonomike, si edhe një pjesë e kemi përzgjedhur nga komuniteti Rae këtu në qytetin e Prizrenit, nga disa lagje, familje të cilat ata janë në nevojë për këto pako ushqimore, dhe jemi mundu me i prek gjitha kategoritë e shtresave të shoqërisë, sadopak që mja u lehtësu gjendjen e tyre gjatë këtij muajit bekumt Ramazanit. Ndërsa këshilltari për çështje fetare në ambasadën turke Bunyamin Albayrak ka theksuar se të këtilla donacione realizojnë për skamnorët gjatë muajit të Ramazanit, veç 2 dekada në Kosovë, ku çdo vit shpërndajmë 1000 deri në 1500 pako ushqimore. Biz bu yardımı yaklaşık 20 seneden... Këtë organizim e bëjmë që 2 dekada në Kosovë. Përzgjedhjen e bëjmë në koordinim me shoqatën Bereqeti, ku sot përmes imamëve jemi duke shpërndar në Prizren pako ushqimore, ndërsa aktivitetin nesër e vijojmë në Prishtinë dhe vende të ndryshme të Kosovës. Çdo vit 1000 deri në 1500 pako ne si Bashki Fetare e Republikës së Turqisë i shpërndajmë në Kosovë. Prizren'de, yarın Priştine'de hemen birçok noktada bu dağıtım organize ediyoruz. Kryetari i shoqatës DITIB nga Gjermania, Irfan Saral, u shpreh se këto ndihma i kemi sjellur në Kosovë nga bamirësit turq që jetojnë në Gjermani. Almanya DITIB organizasyonu ile Këto ndihma i kemi sjellur nga bamirësit turq që jetojnë në Gjermani. Për çdo vit ne sjellim kësaj lloj donacione në Kosovë, po dhe në vende të ndryshme të botës gjatë muajit të Ramazanit. Ndërsa një gjë të tillë e bëjmë edhe në kohën e Kurban Bayramit, duke sjellur ndihma tek njerëzit në nevojë. Maddi destek sağlıyorlar. Biz de onun için buradayız. Ndryshe, shoqata Bereqeti vazhdon të bashkëpunojë fuqishëm edhe me organizata të huaja, duke qenë afër nevojave dhe hallëve të qytetarëve në nevojë në komunën e Prizrenit.